Kam. Uma aqui, ó, como uma puta. Për çfarë po proteston sot? Për me lësh rrugën. Pas të sa tjetër. Kështë për sa rrugën. Se kom po 2 orë, jë bërë që tu, jë bërë apërim 3 herë. Rruga është një gjendje skandaloze, besoj. E po, rruga pysh me kajtë. Kur është vënë dorë për herë të fundit? Kur? Pa rrugën Shqipërisë që kjo. Kur në Verhojës, ka qetë në Verhojës atë bombë. Po të shumë e honë që se... Tu nuk vjen njëri për ta mirëmbajt rrugën për të çako? Ati njeri heq absolutisht. Ti nuk mban mend që të ketë ardhur dikush që të ketë vënë dorë në rrugën tënde? Absolutisht. Ka qaku shkryt për bashkë punës. 30 vjetë së vu kur do, asë në lloj investimi. As kanalizim, as ujë pisha, asë ne ka du vetëm asfalt, se ka du asë në gjatë në tjera. As ditë, as që ka bojnë Verhojgja, se keshe më tonë, për që ka bojnë Verhojgja, asë investim që 30 vjetë nuk ka bojnë. Orë zëvojnë ka bojnë Verhojgja, rrugë ka bojnë Italiani në kose. Italiani që ka marrë komin në kone Italiani. E këna të tregume prej babalarëve tonë, se ka bojnë 1938 mos ka bojnë, që 1935 asë një lloj investimi nuk ka bojnë që. Ndërkohë që banorët kanë automjeti që paguajnë taksën. Absolutisht po, mbi 500 mjetë janë që paguajnë taksa. Tash me pas një ekonomist, edhe me Mira Lapsit, 500 makina për 30 vjetë, kjo ishte bo ka herë shumë. Po e mishta parë edhe një pushtetar i thjesht në tiket me bo, i ka lek gjipi me bo. E kuptoj. Po më thanë që këtu merret edhe... Smur, i kena lana për spitali, nuk kena kushtet ekonomike na me dalë ua burra. Sa bën për nga fshati? Nga fshati... Tjetët jam i smur, thëtë këtu në protest, ku është ambulanca shtetit? Pse merr ambulancën, laj me ara, ka shtet ta s'ka. Morën ambulancën, hapim rrugën e shkojnë stacion në spital. Ku çu shkon aty? Pse na s'kena njerëz smuta që 30 vjet. Vjen tjetër kam hub flutorimin e avionit. Ja kena hub që 30 vjet flutorimin e avionit. Sa kohë duhet ty për të ardhur nga fshati deri këtu në rrugë? 50 minuta. 50 minuta. Po, kena më afër, kilometra 50 minuta. Vetëm për shkak gjendjes rrugës. Absolutisht, është skandaloze. As për sport ekstreme nuk është. Mua më thënë, nuk bën ka dhe shumë minerale, do të shfrytëzohet. Po bëhen shfrytëzuar minerale, ato nuk ka pjesë tjetër ajo. Edhe nuk bëhet rruga. Morë ka mirë ata s'ka, shtetin ata punas. Mirë gjama të punë, ne nuk na zota me investuar ato këtu. E qa. Me kran, nuk investohet me kran minerale. Minerale të me hi këtë gjanë baballar tonë tregoj që kanë zgjerë. Sa banor kanë nga fshati? Kanë ik platë, ka prapë. Po. Me u bë rruga kthehen? Po zotit e migrantat. E kanë mirë marrë pak, na kanë marrë ka gjendja ekonomike se për shumë për shtetin për çunat marrë. Nëse bëhet rruga, rikthehen? Absolutisht po. Absolutisht. Ku përfaqësuesi i shtetit ta vllasin në vjet. Ku përfaqësuesi ka Kush është përfaqësuesi juaj këtu? Është Eduard Scholz. Na jem që di shteti. Mos blokoni rrugën, sepse rruga U lutem edhe ju.
Rruga